Fadi Aluan, 49 vjeçari me origjinë nga Libani, i akuzuar për vrasjen me thik të vajzës së tij, Ryan Aluan, në Tiranë në shkurt të vitit të kaluar, nuk do të ekstradohet drejt Shqipërisë. Autoritetet libaneze kanë refuzuar zyrtarisht kërkesën e palës shqiptare për dorëzimin e tij, përmes një shkrese zyrtare, mëson ekskluzivisht Ora News. Republika e Libanit ka vënë në dieni Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme se kërkesa për ekstradimin e 49 vjeçarit është rrëzuar. Në të njëjtën kohë, autoritetet libaneze i kanë kërkuar Shqipërisë që të përcjellë të gjitha materialet dhe veprimet hetimore të kryera lidhur me ngjarjen e rëndë të ndodhur në shkurt të vitit 2025. Nga të dhënat hetimore, rezulton se Fadi Aluan është ndaluar rreth 2 muaj pas krimit më 23 prill 2025. Megjithatë, pavarësisht akuzës së ngritur për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare, hetuesit ende nuk kanë arritur të përcaktojnë qartë motivet që çuan në këtë akt të rënd. Sipas hetimeve, Babebi mbërritën në Tiranë përmes rinasit dhe kishin marrë me qira një apartament përmes platformës Airbnb në afërsi të rrugës së Kavajës. Brenda këtij ambienti dyshohet se u krye krimi, ku 49 vjeçari e goditi disa herë me thik vajzën e tij, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas ngjarjes, autori është larguar nga Shqipëria më 22 shkurt 2025 dhe udhëtoi drejt Libanit. Trupi i pajetit së Rezu zbulua nga pronarja e apartamentit, e cila pasi nuk mori përgjigje në derë, hyri brenda dhe konstatoi viktimën. Nga verifikimi i kamerave të sigurisë, autoritetet shqiptare arritën në përfundimin se autori dyshuar i vrasjes është babai i saj, Fadi Aluan, por ky i fundit duket se nuk do të jap llogari para drejtësisë shqiptare për krimin në Tiranë.